Faleminderit që je këtu, sepse kjo mesazh nuk erdhi rastësisht. Zoti ka një fjalë për ty, një fjalë që do të ndriçojë errësirën e jetës tënde dhe do të sjellë shpresë për çdo sfidë që po përballon. Ti nuk je i harruar, çdo lutje e heshtur, çdo dhimbje e fshehur, çdo moment pritjeje është e njohur për mua. Unë të shoh dhe të dëgjoj. Ndonjëherë ndihesh i vetmuar, sikur askush nuk e di atë që po kalon. Por unë të them sot se unë e di dhe kam një plan për ty. Jeremia 29:11 thotë, sepse unë e njoh mendimin që kam për ju, thotë Zoti, mendime për paqe dhe jo për të keq, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo është premtimi im për ty, unë kam mendime të mira për ty, një të ardhme të ndritur që të pret. Si ndihesh sot? A ke ndonjë lutje të heshtur që dëshiron të ndash? Ndaje me ne në komente, sepse ne jemi këtu për të dëgjuar dhe për të lutur për ty. Por, çfarë po mbani brenda jush që nuk e keni ndarë me askënd? Ajo që ndjen mund të jetë e rëndë, por është e rëndësishme të njohësh se Zoti është pranë teje, duke pritur që ti të hapesh dhe të flasësh për ato fardos që ndihesh se po të mbajnë peng. Kjo është vetëm fillimi i rrugëtimit tonë së bashku. Në bisedën tonë të ardhshme, do të flasim për fardos të fshehura dhe lutje të heshtura. Zoti dëshiron të dëgjojë ato lutje që ndonjëherë nuk arrin dot t'i shprehësh me zë. Ai dëshiron të të ndihmojë të heqësh barrën dhe të gjesh paqen në zemrën tënde. Le të fillojmë këtë udhëtim së bashku. Dhe nëse thua në zemrën tënde, lutuni për mua dhe vazhdoni të luteni, sepse kam shumë nevojë për të. Më poshtë, do të shihni fjalën abonohu. A e sheh? Dua që ta klikosh. Në momentin e saktë që klikoni abonohu, do të jeni të bashkuar me këtë zinxhir lutjesh. Dhe besoj se Zoti do të vizitojë jetën tënde, shtëpinë tënde dhe zemrën. Nëse ndihesh i rënduar, nuk je vetëm. Shumë njerëz përballen me fardos të fshehura, ato që i mbajnë thellë brenda vetes, duke menduar se do t'i kalojmë vetë. Por, a e di se Zoti e sheh çdo gjë që ti po kalon? Ai e di se çfarë është duke ndodhur në zemrën tënde, edhe kur ti nuk e shpreh dot me fjalë. Shumë herë, ne lutemi me gojë, por zemra jonë është e mbushur me fardos që as nuk i dim. Kjo është ajo që ndihesh, një barë e madhe që të ngarkon dhe të ndalon të ecësh përpara. Çfarë fardos po mbajnë shpirti dhe mendja jote? A është ndjenja e humbjes, e tradhtisë, apo ndoshta ndjenja se je i pavlerë? Zoti dëshiron të të ndihmojë të heqësh këto barë, sepse ai të ka krijuar me një qëllim të madh. Në Bibël, lexojmë për një grua që kishte vuajtur për 12 vjet nga një sëmundje e rëndë. Ajo kishte shpenzuar të gjitha pasuritë e saj për të gjetur shërim, por asgjë nuk kishte funksionuar. E megjithatë, kur ajo e pa Jezusin duke kaluar, ajo u afrua dhe preku rrobën e tij, duke besuar se vetëm kjo do ta shëronte. Ajo u shërua menjëherë dhe Jezusi i tha, "Kush më preku?" Luka 8:43-48. Kjo grua e dinte se ajo kishte një barë që e kishte mbajtur peng për shumë vite, por ajo zgjodhi të ndante atë barë me Jezusin. Tani, imagjinoje se si ndihesh kur heq atë barë nga supet e tua. Ajo ndjesi lehtësimi, ajo ndjesi e lirisë, është ajo që Zoti dëshiron të të japë. Ai të fton të hapësh zemrën tënde, të ndash ato fardos që ndihesh se po të mbajnë peng. Ai dëshiron të të jap paqe, atë paqe që kalon çdo kuptim. Por, ndonjëherë, ne mendojmë se Zoti na ka harruar. E dim se ai është atje, por ndonjëherë duket sikur lutjet tona nuk arrin deri te ai. Kjo është një ndjenjë e zakonshme, por le të kujtoj se Zoti është gjithmonë pranë teje. Ai dëgjon çdo lutje, çdo thirrje për ndihmë. Ai e di se sa e vështirë është të mbash barrën e fshehur, dhe ai është aty për të të ndihmuar ta heqësh atë. Mund të ndihesh si Mojsi, i cili, kur u dërgua nga Zoti për të çliruar popullin e tij nga skllavëria, ndjeu frikë dhe dyshim. Ai tha, "Por, Zoti, unë nuk kam fjalë. Si do t'i flas atij populli?" Eksodi 4:10. Zoti e siguroi Mojsiun duke i thënë se ai do ta ndihmonte.
Po ashtu, ai është këtu për ty, për të siguruar se nuk je vetëm në këtë udhëtim. Le të reflektojmë për ato lutje të heshtura që ndoshta ti ke mbajtur brenda vetes. Çfarë është ajo që po të ndalon të ecësh përpara? A është frika nga e panjohura? A është ndjenja se nuk je mjaftueshëm? Zoti është këtu për të ndihmuar të kalosh përmes kësaj. Ai dëshiron të jap forcë dhe guxim për të hapur zemrën tënde dhe për të ndarë ato barë me të. Kur ne vendosim të ndajmë barën tonë me Zotin, ai fillon të punojë në jetën tonë. Ai fillon të heqë ato gjëra që na mbajnë peng dhe na ndihmon të shohim dritën e shpresës. Prandaj, mos ki frikë të hapesh. Ai është i gatshëm të dëgjojë, të mbështesë dhe të jap paqe. Si do ta ndihmojë Zoti atëherë? Ai do të udhëheqë përmes pritjes dhe përgatitjes. Ai nuk të ka braktisur, por të ka ftuar në një proces transformimi. Një proces që do të çojë në një vend ku ti do të ndihesh i lirë, i plotësuar dhe i dashur. Le të shkojmë së bashku në këtë udhëtim. Në bisedat tona të ardhshme do të flasim për pritjen dhe përgatitjen që Zoti ka për ne. Ai dëshiron të ndihmojë të kuptosh se çdo periudhë pritjeje është një mundësi për rritje dhe forcim të besimit tënd. Mund të ndihesh i lodhur, por mos harro se Zoti është me ty në çdo hap të rrugës. Ai ka një plan të madh për jetën tënde dhe ai do të zbulojë atë plan në kohën e duhur. Le të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, sepse Zoti ka shumë për të thënë dhe për të bërë në jetën tënde. Nëse ky mesazh të gjeti në një orë të vështirë, dhurata jote ndihmon që ky fjalë të mbetet e lirë dhe e disponueshme për shpirtin tjetër në dhimbje. Dhuro përmes lidhjes në përshkrim. Por, si do të kalosh këtë periudhë pritjeje? Ajo është një kohë që shpesh sjell ankth dhe pasiguri. Ti mund të ndihesh si njerëzit e Izraelit, të cilët kaluan në përshkretëtir për 40 vjet, duke pritur për premtimin e tokës së premtuar. Ata përballeshin me vështirësi, dyshime dhe frikë, por Zoti ishte me ta në çdo hap. Ai ishte udhëheqësi i tyre dhe çdo ditë ai u siguronte bukën e përditshme, manën, për t'i mbajtur ata të fortë. Tani, ndoshta ti po kalon një shkretëtir të ngjashme. Mund të ndihesh i humbur, i lënë pas dore, ose thjesht i lodhur nga pritja. Por dëshiroj të kujtoj se kjo periudhë nuk është një shenjë e braktisjes, por një mundësi e madhe për të u përgatitur për atë që vjen. Zoti nuk të ka harruar, ai po punon në jetën tënde, duke të formuar dhe duke të përgatitur për gjërat e mëdha që ka për ty. Në Psalmin 27:14, Zoti na inkurajon të presim me durim për të. Prandaj, prisni me durim Zotin, qoftë forca juaj dhe le të forcohet zemra juaj. Po, prisni Zotin. Kjo është një thirrje për të besuar se çdo gjë do të ndodhë në kohën e duhur. Gjatë kësaj periudhe, lejoj vetes të ndihesh i sigurt në prirjen e Zotit. Ai është duke punuar për të mirën tënde, madje edhe kur ti nuk e sheh atë. Mund të jetë e vështirë të kuptosh se çdo pritje ka një qëllim. Por, imagjino se çfarë do të ndodhë kur të arrish në atë pikë të re. Do të jesh më i fortë, më i mençur dhe më i gatshëm për të përballuar sfidat që do të vinë. Zoti po të formon për një qëllim të madh dhe kjo është një mundësi për të rritur besimin tënd. Mund të kesh ëndrat e tua që duken të varrosura, si ajo e Mojsiut që u rrit në pallatin e faraonit, por Zoti kishte një plan për të. Ai e thiri atë nga shkretëtira për ta çuar në liri popullin e tij. Po ashtu, ai ka një plan për ty, mos lejo që frika dhe dyshimi të mbajnë të bllokuar. Çdo ditë është një mundësi për të besuar më shumë dhe për të pritur me besim. Dhe kur të ndihesh i lodhur, kujto se prania e Zotit është gjithmonë aty. Ai është si një baba që të mban për dore në çdo hap të rrugës. Ai dëshiron të inkurajojë dhe të jap forcë. Në çdo moment të vështirë, ai është aty për të mbështetur dhe për të drejtuar. Nuk je vetëm, sepse Zoti është me ty. Ai dëshiron që ti të besosh në të dhe të vazhdosh të ecësh përpara, pavarësisht sfidave që has. Kështu, kur ndihesh i lodhur, kujto se Zoti është duke të përgatitur për një ndryshim të madh.
Ai do të zbulojë ato dyrë të mbyllura që ndihesh se janë të pakalueshme. Ai do të hapë mundësi që as nuk i ke imagjinuar. Prandaj, vazhdo të besosh, vazhdo të presësh dhe lejoj vetes të përjetosh këtë periudhë si një kohë rritjeje dhe forcimi. Në bisedat tona të ardhshme do të flasim për ëndrat e tua të varrosura, për ato dyrë që duken të mbyllura dhe për shpresat që ndihesh se janë harruar. Sepse, beso, Zoti ka një plan të madh për ty, ai dëshiron të të ndihmojë të zbulojë potencialin tënd të vërtetë dhe të çojë në një jetë të plotë dhe të begatë. Le të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, sepse Zoti ka shumë për të thënë dhe për të bërë në jetën tënde. Ai po të thërret të hapësh zemrën tënde dhe të besosh në të. Ai është duke u përgatitur për të bërë gjëra të mëdha, dhe ti je pjesë e këtij plani të mrekullueshëm. Në këtë udhëtim, ne kemi folur për pritjen dhe përgatitjen, por tani do të flasim për një temë që prek thellësisht zemrat tona. Ëndrat e varrosura, dyert e mbyllura dhe shpresat që ndihen se janë harruar. A e ke ndjerë ndonjëherë se ëndrat e tua janë të varrosura? Se ato kanë humbur dritën dhe energjinë e tyre? Ajo që ndodh shpesh është se ne fillojmë të humbasim shpresën, të besojmë se ato janë të pamundura, se Zoti nuk mund të veprojë në jetën tonë më. Por dua të kujtoj se Zoti nuk harrohet kurrë për të. Ai e di çdo ëndër që ke mbajtur në zemrën tënde. Ai di ato ëndrat që ndihesh se janë të varrosura thellë, duke pritur për një moment të përshtatshëm për të ringjallur. Në Bibël, ne shohim shumë shembuj të njerëzve që ndiheshin të humbur, të braktisur dhe të harruar, por Zoti kishte një plan të madh për ta. Një nga këta shembuj është ai i Mojsiut. Ai kaloi një jetë të tërë duke u ndjerë i humbur, duke u rritur në pallatin e faraonit, por me një zemër hebreje. Ai kishte ëndrrën për të çliruar popullin e tij, por kur ai u ndje se kishte dështuar, Zoti e thiri atë nga një fera e djegur dhe e ndihmoi të realizonte atë ëndër. Ai e dinte se Mojsiu kishte nevojë për një periudhë përgatitore, ku do të mësonte të besonte në fuqinë e Zotit dhe të besonte në veten e tij. Tani, ndoshta ti ndihesh si Mojsiu. Ndoshta ke kaluar vite duke pritur, duke u lutur për një ndryshim, por asgjë nuk duket se po ndodh. Dyrë që duken të mbyllura, ëndrat që duken të varrosura. Por dëshiroj të them se Zoti është duke punuar në heshtje për ty. Ai ka një plan, një strategji të përsosur për të sjellë ato ëndrat e varrosura në dritë. Ai po të thërret të besosh, të presësh dhe të mos heqësh dorë. Ajo që është e rëndësishme është që të mos harrosh vlerën që ke në sytë e Zotit. Ti je një krijesë e mrekullueshme, e formuar me dashuri dhe qëllim. Zoti të ka dhënë një identitet të veçantë, dhe çdo ëndër që ke, çdo shpresë që ndjen, është pjesë e asaj identiteti. Ai të ka thirrur për të jetuar një jetë të plotë dhe të begatë, për të realizuar potencialin tënd të vërtetë. Por ndonjëherë, për të arritur atje, ne duhet të përballim sfida, të kalojmë përmes vështirësive dhe të përballim frikën. Mos lejo që dyert e mbyllura të ndalojnë. Mos e lejo që ëndrat e varrosura të mbajnë të lidhur. Zoti është duke të thirrur për të hapur ato dyert, për të ringjallur ato ëndrat dhe për të sjellë dritë në errësirën e jetës tënde. Ai dëshiron të ndihmojë të kuptosh se çdo vështirësi që kalon është një mundësi për të rritur besimin tënd dhe për të forcuar karakterin tënd. Mund të ndihesh i vetmuar në këtë udhëtim, por kujto se Zoti është gjithmonë me ty. Ai e di se çfarë ndjen, ai e di se çfarë po kalon. Ai dëshiron të ndihmojë të ringjallësh ëndrat e tua dhe të hapësh dyert që duken të mbyllura. Ai është aty për të udhëhequr, për të forcuar dhe për të sjellë në një vend të ri të shpresës. Le të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, sepse në bisedat tona të ardhshme do të flasim për identitetin, vlerën dhe hirin që Zoti ka për ty. Do të eksplorojmë besimin, bindjen dhe qetësinë që duhet të kemi para Zotit. Sepse, në fund, Zoti ka një plan të mrekullueshëm për çdo një nga ne. Ai dëshiron të na ndihmojë të bëhemi dritë për të tjerët, për të dëshmuar për dashurinë e tij dhe për të ndihmuar ata që ndihen të humbur, të braktisur dhe të harruar. Mos e humb shpresën, sepse Zoti është duke punuar në jetën tënde, dhe çdo hap i vogël që bën është një hap më afër realizimit të ëndrave të tua.
Ai ka shumë për të thënë dhe për të bërë në jetën tënde, dhe ti je pjesë e këtij plani të mrekullueshëm. Zoti ka një plan të mrekullueshëm për ty dhe ndonjëherë, në mes të sfidave, ne harrojmë se kush jemi. Ne jemi krijesa të çmuara, të ftuara për të njohur dhe për të jetuar në hirin e Tij. Por, çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Si mund të kuptojmë identitetin tonë në një botë që shpesh na thotë se jemi të pavlerë? Më lejo të kujtoj se identiteti yt është I lidhur ngushtë me atë që Zoti thotë për ty. Ai të ka krijuar me dashuri dhe qëllim. Në Jeremia 29:11, Zoti thotë, sepse unë e di mendimin që kam për ju, thotë Zoti, mendim për paqe dhe jo për keq, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo është një premtim që duhet ta mbash fort në zemrën tënde. Ti je më shumë se thjesht një numër, më shumë se thjesht një emër. Ti je një fëmijë I Zotit, I dashur dhe I çmuar. Por ndonjëherë ndjejmë se jemi të humbur. Ne ndjejmë se ëndrat tona janë të varrosura në mbarën e dështimeve dhe shkënjimeve. Kjo është një ndjenjë e zakonshme, por ajo nuk duhet të na mbajë peng. Në fakt, Zoti na fton të rikthejmë vlerën tonë dhe të kuptojmë se çdo dështim është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Në Romakëve 8:28 lexojmë, dhe ne dimë se për ata që e duan Zotin, të gjitha gjërat bashkohen për të mirën. Çdo moment I vështirë, çdo lotë, çdo dhimbje, është pjesë e një plani më të madh. Tani, mund të pyesësh veten, si mund të kuptoj vlerën time në këtë botë kaotike? Përgjigjja është e thjeshtë. Duhet të kthehesh te Zoti. Ai është burimi I vlerës dhe identitetit tonë. Kur ne kalojmë kohë në praninë e Tij, kur lexojmë fjalën e Tij dhe lutemi, ne fillojmë të zbulojmë se kush jemi vërtet. Ne fillojmë të kuptojmë se jemi të dashuruar dhe se jemi të ftuar për të jetuar një jetë të plotë. Mund të ndihesh si një arush I vogël në një botë të madhe, por mos harro se Zoti është me ty. Ai të ka dhënë hirin e Tij për të përballuar çdo sfidë dhe për të gjetur qëllimin tënd. Në Efesianëve 2:10 thuhet, sepse ne jemi krijimi I Tij, të krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira që Zoti I ka përgatitur më parë që ne të ecim në to. Ti ke një qëllim, një mision, dhe Zoti dëshiron që ta zbulojmë këtë së bashku. Mos e harro, çdo hap që merr në drejtimin e duhur është një hap më afër identitetit tënd të vërtetë. Çdo herë që zgjedh të besosh në vlerën tënde, ti je duke bërë një hap drejt asaj që Zoti ka përgatitur për ty. Ai dëshiron të shohë të rritesh dhe të përjetosh hirin e Tij në çdo aspekt të jetës tënde. Nëse ndihesh I ngarkuar me dyshime, kujto se Zoti është aty për të ndihmuar. Ai dëshiron të japë forcë dhe qetësi për të ndihmuar të ecësh me besim. Në Filipianëve 4:13 thuhet, unë mund të bëj çdo gjë nëpërmjet Krishtit që më forcon. Kjo është një premtim I fuqishëm. Ti ke fuqinë për të përballuar çdo sfidë, për të kapërcyer çdo pengesë. Le të vazhdojmë këtë udhëtim së bashku, sepse në bisedat tona të ardhshme do të flasim për besimin, bindjen dhe qetësinë që duhet të kemi para Zotit. Do të eksplorojmë se si të marrim vendime të mençura dhe të gjejmë hapin e duhur përpara. Zoti ka një plan të mrekullueshëm për ty, dhe çdo hap që bën është pjesë e atij plani. Mos e humb shpresën, sepse Zoti është duke punuar në jetën tënde, dhe çdo hap I vogël që bën është një hap më afër realizimit të ëndrave të tua. Ai ka shumë për të thënë dhe për të bërë në jetën tënde, dhe ti je pjesë e këtij plani të mrekullueshëm. Dhurimi juaj nuk është vetëm mbështetje për këtë kanal, ndihmon në sjelljen e shpresës për dikë që lutet në heshtje sonte. Përdorni lidhjen e dhurimit në përshkrim. Në këtë udhëtim të besimit, është e rëndësishme të kuptojmë se si të besojmë, të bindemi dhe të qëndrojmë të qetë para Zotit. Çdo sfidë që hasim, çdo pengesë që na del para, është një mundësi për të rritur besimin tonë. Në momentet kur ndihesh I frikësuar ose I pasigurt, kujto se Zoti është gjithmonë pranë teje, duke të dhënë forcë dhe guxim. Në Psalmin 46:10, Zoti thotë, qetësohuni dhe njihni se unë jam Perëndi.
Kjo është një thirrje për të ndaluar, për të marrë një frym të thellë dhe për të besuar se ai ka kontroll mbi çdo situatë. Kur jemi të qetë, ne hapim zemrat tona për të dëgjuar zërin e tij. Besimi është një udhëtim dhe ndonjëherë udhëtimi kërkon që të ndalemi dhe të presim. Mund të ndihesh i ngarkuar me vendime të mëdha, të frikësuar nga pasojat e zgjedhjeve të tua. Por, le të kujtojmë se Zoti na fton të jemi të bindur dhe të qetë. Ai na udhëzon përmes Shpirtit të Shenjtë, i cili na ndihmon të kuptojmë se cila është rruga e duhur për ne. E gjithë kjo është një pjesë e procesit të rritjes sonë shpirtërore. Për të ilustruar këtë, le të mendojmë për historinë e Mojsiut. Ai ishte një njeri që u thirr nga Zoti për të çliruar popullin e Izraelit nga skllavëria. Mojsiu, fillimisht, kishte frikë. Ai ndjeu se nuk ishte i denjë për këtë detyrë. Por Zoti i tha, unë do të jem me ty. Ai i dha Mojsiut shenjat dhe fuqinë për të përmbushur këtë thirrje. Mojsiu mësoi të besonte dhe të qëndronte i qetë, edhe kur përballeshin me sfida të mëdha. Për të ndihmuar veten të besosh dhe të bindesh, është e rëndësishme të krijosh një rutinë të lutjes dhe meditimit. Kjo do të të ndihmojë të dëgjosh zërin e Zotit dhe të ndihesh i qetë në mes të trazirave. Shpeshherë, ne kemi nevojë për të ndaluar dhe për të reflektuar mbi fjalët e Tij. Kur e bëjmë këtë, ne fillojmë të kuptojmë se Zoti ka një plan të mrekullueshëm për ne, dhe çdo hap që marrim është një hap drejt atij plani. Mund të ndihesh i humbur ose i pasigurt në rrugën tënde. Por kujto që çdo hap që merr është një hap në besim. Në Hebrejve 11:1 lexojmë: besimi është sigurimi i gjërave që shpresojmë, provimi i gjërave që nuk shohim. Kjo do të thotë se besimi jon është një forcë që na ndihmon të shohim përtej asaj që është e dukshme. Ai na ndihmon të besojmë në atë që Zoti ka përgatitur për ne. Çdo herë që ndihesh i frikësuar ose i pasigurt, ktheu te Zoti. Ai është burimi i qetësisë dhe forcës. Ai dëshiron që ti të ndihesh i sigurt në vendimet e tua. Kur ne jemi të bindur dhe të qetë, ne jemi në gjendje të marrim vendime të mençura dhe të shohim drejtimin që Zoti ka për ne. Pra, le të vazhdojmë të besojmë, të bindemi dhe të qëndrojmë të qetë para Zotit. Ai është me ne në çdo hap që marrim. Ai dëshiron që ne të rritemi në besim dhe të njohim planin e Tij të mrekullueshëm për ne. Çdo sfidë është një mundësi për të rritur besimin tonë. Çdo pengesë është një mundësi për të parë fuqinë e Zotit në veprim. Në bisedat tona të ardhshme, do të flasim për mënyrat se si të marrim vendime të mençura dhe të gjejmë hapin e duhur përpara. Zoti ka shumë për të thënë dhe për të bërë në jetën tënde. Qëndro i hapur për të dëgjuar zërin e Tij dhe le të vazhdojmë të eksplorojmë këtë udhëtim së bashku. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për discernimin dhe se si të gjejmë hapin e duhur përpara. Zoti ka një plan për çdo një nga ne dhe do të zbulojmë se si të jemi në harmoni me atë plan. Të dashurit e mi, si po e ndjeni këtë udhëtim të mrekullueshëm që po bëjmë së bashku? A jeni gati të eksploroni se si të merrni vendime të mençura dhe të gjeni hapin e duhur përpara? Zoti është duke pritur që ju të hapni zemrën dhe mendjen tuaj për të dëgjuar atë që ai ka për të thënë. Tani, le të flasim për discernimin dhe se si ta zbulojmë atë hap të duhur që na çon përpara. Kur flasim për discernimin, ndonjëherë ndjehemi të humbur. Ndonjëherë, zërat e brendshëm, dyshimet dhe frika na pushtojnë. Unë e di se shumë prej jush ndjejnë këtë peshë. Por dëgjoni, myson, unë kam parë përpjekjet tuaja, kam dëgjuar lutjet tuaja dhe e di se ndonjëherë ju ndiheni të vetmuar në këtë proces. Megjithatë, unë jam këtu për t'ju kujtuar se unë nuk ju kam lënë kurrë. Unë kam një plan për ju që është më i madh se çdo pengesë që mund të hasni. Në Bibël, ne shohim se si Zoti i udhëhoqi njerëzit e Tij nëpërmjet discernimit. Mendo për Mojsiun, i cili u përball me sfida të mëdha kur e udhëhoqi popullin e Izraelit nga skllavëria. Ai e dinte se Zoti kishte një plan, por shpesh ndjehej i pasigurt.
Në ato momente, ai kërkoi udhëzim nga Zoti. Ai e dinte se vetëm nëpërmjet lutjes dhe besimit, ai do të merrte përgjigje për ato që ishte e nevojshme të bënte. Po ashtu, unë po ju ftoj të bëni të njëjtën gjë. Kur ndiheni të humbur, lutuni. Kur ndiheni të pasigurt, kërkoni udhëzim. Zoti është i gatshëm të flasë me ju. Ai dëshiron që ju të jeni të qetë dhe të keni besim në udhëtimin tuaj. Mos lejoni që frika dhe dyshimit ju pengojnë. Zoti është me ju në çdo hap që merrni, dhe ai do t'ju tregojë se si ta bëni hapin e duhur. Mund të ndiheni si të ishit në një udhëkryq, pa ditur se në cilën rrugë të shkoni. Por, e dini, çdo udhëkryq është një mundësi për të kërkuar Zotin. Ai është aty për t'ju udhëhequr. Ai do t'ju jap discernimin që ju nevojitet për të bërë zgjedhjet e duhura. Mos harroni se ai është Zoti i çdo mundësie. Ai e di se çfarë është më mirë për ju. Kur ju kërkoni udhëzim, ndihmoni veten të jeni të qartë për qëllimet tuaja. Çfarë është ajo që dëshironi të arrini? Çfarë është ajo që Zoti ka vendosur në zemrën tuaj? Kjo është një pjesë e rëndësishme e procesit të discernimit. Bëni pyetje dhe dëgjoni me kujdes. Zoti do t'ju përgjigjet. Ndonjëherë përgjigjet vijnë në mënyra të papritura, përmes njerëzve që ju rrethojnë, përmes ngjarjeve që ndodhin, ose madje përmes një ndjenje të qetë në zemrën tuaj. Mos u friksoni nga heshtja. Ndonjëherë Zoti na thotë të presim. Ai është duke punuar në zemrat tona, duke na formuar dhe përgatitur për atë që vjen. Kjo është një pjesë e rëndësishme e procesit të discernimit. Në ato momente të pritjes, qëndroni të fortë dhe besoni se Zoti është duke punuar për ju. Ai ka një plan të mrekullueshëm që do t'ju zbulojë në kohën e duhur. Kur ju të merrni vendime të mençura, mbani në mend se çdo hap që merrni është një mundësi për të rritur besimin tuaj. Çdo zgjedhje që bëni është një mundësi për t'u afruar më shumë me Zotin. Ai dëshiron që ju të jeni në harmoni me planin e tij. Ai dëshiron që ju të jeni dritë për të tjerët, një shembull i besimit dhe shpresës. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për vlerën e vuajtjes dhe se si ajo na formon shpirtërisht. Do të zbulojmë se si dhimbja dhe vështirësitë mund të na çojnë në një vend të ri, një vend të shenjtë ku Zoti na përgatit për gjëra të mëdha. Qëndroni me ne, se udhëtimi ynë vazhdon. Në këtë udhëtim të besimit, ne jemi të ftuar të përballim dhimbjen dhe vuajtjen. Ajo që ndodhi më parë, e cila mund të kishte qenë një barë e rëndë, tani po na udhëheq drejt një kuptimi më të thellë. Çdo moment i dhimbjes është një mundësi për të rritur shpirtin tonë. Ajo që ne shpesh e shohim si një pengesë, Zoti e sheh si një mundësi për të na formuar dhe për të na afruar me të. Në Bibël, ne lexojmë se në çdo gjë, Zoti punon për të mirën e atyre që e duan atë. Romakëve 8:28. Kjo është një premtim që duhet ta mbajmë në mend kur kalojmë në përvale të vështira. Ajo që ndodhi me Jobin është një shembull i jashtëzakonshëm. Ai humbi gjithçka, por në mes të vuajtjes së tij, ai nuk humbi besimin e tij. Ai tha, Zoti dha, Zoti mori, të jetë emri i Zotit i bekuar. Jobi 1:21. Kjo është një qëndrim i fuqishëm, një qëndrim që ne duhet ta ndjekim kur përballimi me dhimbjen. Mund të ndiheni të humbur, të braktisur, ose madje të mposhtur nga rrethanat tuaja. Por dëshiroj t'ju them se çdo dhimbje ka një qëllim. Zoti po ju formon për të qenë më të fortë, më të mençur dhe më të afërt me të. Ai po ju përgatit për gjëra të mëdha. Ajo që ndodhi nuk është fundi, është një fillim i ri. Imagjinoni se si është të kaloni nëpër një lugim të errët. Ju ndiheni të friksuar, të vetmuar, por Zoti është aty. Ai është drita në errësirë. Ai është premtimi që ju udhëheq përmes çdo sfide. Në këtë proces, ju jeni duke u formuar, duke u pasuruar në besim dhe në karakter. Dhe ne dim se vuajtja e tanishme nuk është e krahasueshme me lavdin që do të zbulohet në ne. Romakëve 8:18.
Kur jeni në një lugim të dhimbjes, mos harroni se çdo hap që bëni është një hap drejt formimit tuaj shpirtëror. Çdo lot që derdhni, çdo natë pa gjumë, është një mundësi për të afruar veten më shumë me Zotin. Ai dëshiron që ju të kuptoni se ju jeni të dashur dhe të çmuar, pavarësisht nga rrethanat tuaja. Një nga momentet më të errëta të jetës time ishte kur humba një njeri të dashur. Ndihesha e vetmuar dhe e braktisur. Por në atë moment, Zoti foli me mua. Ai më tha se dhimbja ime do të shndërrohej në forcë. Ai më ndihmoi të kuptoj se çdo vuajtje që përjetojmë është një mundësi për të qenë më të afërt me të. Ai dëshiron të na shohë të rritemi dhe të bëhemi më të fortë përmes çdo sfide. Dhe ashtu si Jobi, ne të gjithë kemi mundësinë të zgjedhim të besojmë në një Zot që është më i madh se çdo situatë. Ai është një Zot që na njeh emrin tonë, që na do pa kushte. Ai është aty për të na udhëhequr përmes çdo lufte që përballemi. Kur e shohim dhimbjen si një mundësi për rritje, ne fillojmë të kuptojmë se Zoti nuk na lë kurrë vetëm. Ai është me ne në çdo hap. Ai është me ne në çdo lot. Ai është me ne në çdo moment të dhimbjes sonë. Dhe kjo është ajo që na jep forcë. Ajo që na ndihmon të vazhdojmë. Ndërsa kalojmë përmes këtyre sfidave, është e rëndësishme të mbajmë sytë tanë të drejtuar ka Zoti. Ai është burimi ynë i forcës. Ai është burimi ynë i shpresës. Ai është ai që na ndihmon të shohim dritën përmes errësirës. Dhe kur e bëjmë këtë, ne fillojmë të shohim se çdo dhimbje është një mundësi për të formuar shpirtin tonë. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të flasim për rëndësinë e restaurimit të brendshëm para se të ndodhin ndryshime të jashtme. Si mund të përgatitemi për atë që Zoti ka për ne, dhe si mund të lejojmë që ai të punojë brenda nesh për të sjellë ndryshime të mëdha. Qëndroni me ne, sepse udhëtimi ynë vazhdon. Nëse kjo lutje të forcoj, bëj një dhurim përmes lidhjes në përshkrim që ky shërbim të vazhdoj të arrijë njerëzit që ndihen të vetmuar. Ndërsa flisnim për formimin e shpirtit tonë nëpërmjet dhimbjes, le të thellohemi më tej në procesin e restaurimit të brendshëm. Shpesh, ne jemi të prirur të kërkojmë ndryshime të jashtme, të dëshirojmë që jeta jonë të transformohet në mënyrë të dukshme. Por, a e kemi menduar ndonjëherë se ndryshimi i vërtet fillon brenda nesh? Ajo që Zoti dëshiron është të punojë në zemrat tona, të na riparojë nga brenda, përpara se të shohim ndonjë ndryshim të jashtëm. Në Bibël, ne shohim shumë shembuj të njerëzve që kaluan nëpër një proces të tillë. Mendo për Davidin, që u shpall mbret, por kaloi vite të tëra duke u përballur me sfida dhe vuajtje. Ai u formua dhe u përgatit për rolin e tij të madh nëpërmjet luftërave dhe vuajtjeve. Ai nuk u bë mbret përmes një ndihme të jashtme, por përmes një transformimi të brendshëm që i dha forcën për të udhëhequr popullin e tij. Kjo është ajo që Zoti dëshiron të bëjë në jetën tënde. Ai dëshiron të të ndihmojë të shohësh se çdo sfidë, çdo dhimbje, është një mundësi për të rritur besimin tënd dhe për të forcuar karakterin tënd. Ai është atje, duke pritur që ti të hapësh zemrën tënde për të lejuar atë proces të brendshëm të ndodhë. Ndonjëherë, ne e ndjejmë veten të thyrë, të humbur, por kjo është pikërisht ajo që Zoti përdor për të na riparuar. Kujto historinë e Jobit. Ai kaloi një periudhë të errët, duke humbur gjithçka që kishte. Por, në mes të gjithë asaj dhimbjeje, ai u angazhua në një proces të thellë reflektimi dhe kërkimi të Zotit. Ai e dinte se çdo gjë që po ndodhte kishte një qëllim dhe në fund ai u rikthye me më shumë bekime se kur më parë. Zoti e restauron Jobin, jo vetëm në pasuri, por edhe në besimin e tij, duke e bërë atë një njeri më të fortë dhe më të afërt me Zotin. Tani, ndoshta po pyesni veten, si mund të përjetoj këtë restaurim në jetën time? E para dhe më e rëndësishmja është të lejojmë Zotin të punojë brenda nesh. Kjo do të thotë të jemi të hapur ndaj tij, të kërkojmë udhëzim dhe të jemi të gatshëm për të pranuar atë që ai ka për ne. Ndoshta do të duhet të lësh disa gjëra që të mbushesh me të rejat që ai dëshiron të sjellë në jetën tënde. Kjo është një udhëtim që kërkon besim dhe guxim.
E gjithë kjo kërkon një transformim të brendshëm, një riparim të thellë që ndodhet në shpirtin tonë. Zoti dëshiron të na ndihmojë të heqim çdo barë që na pengon të ecim përpara. Ai dëshiron që ne të kuptojmë se jemi të dashur dhe të vlerësuar, pavarësisht nga rrethanat tona. Ai dëshiron që ne të kuptojmë se identiteti ynë nuk është i përcaktuar nga ajo që ndodhi në të kaluarën, por nga ajo që ai thotë se jemi. Le të qëndrojmë me këtë mendim për pak çaste. A jeni gati të lejoni Zotin të punojë brenda jush? A jeni të gatshëm të shihni se si ai mund të sjellë një restaurim të plotë në jetën tuaj? Çdo përvojë e dhimbshme, çdo moment i vështirë mund të shndërrohet në një mundësi për të njohur më thellë dashurinë dhe hirin e tij. Tani, le të kalojmë në bisedën tonë të ardhshme, ku do të eksplorojmë se si të bëhemi dritë për të tjerët dhe si mund të ndihmojmë në ndërtimin e një komuniteti që reflekton dashurinë e Zotit. Qëndroni me ne, sepse udhëtimi ynë vazhdon. Tani, le të mendojmë për atë dritë që jemi thirrur të bëhemi. Si mund të jetë kjo dritë në jetën tonë dhe në jetën e të tjerëve? Si mund të ndihmojmë në ndërtimin e një komuniteti që reflekton dashurinë e Zotit? Kjo është një pyetje e thellë që kërkon reflektim dhe veprim. Kur shohim rreth nesh, ne shpesh shohim errësirë. Errësira e dëshpërimit, e frikës, e humbjes. Por, çfarë ndodh kur ne, si ndihmës të Zotit, vendosim të jemi dritë? Në Matheut 5:14-16 ne lexojmë: Ju jeni drita e botës. Një qytet që është ndërtuar mbi një kodër nuk mund të fshihet. As nuk ngriset një lampë dhe e vendos në një enë, por mbi një stend, dhe ajo ndriçon të gjithë ata që janë në shtëpi. A jeni gati të jeni ajo dritë? Të jesh dritë do të thotë të ndihmosh të tjerët të shohin shpresën e Zotit. Të jesh dritë do të thotë të jesh aty për ata që ndihen të humbur, të braktisur ose të dëshpëruar. Të jesh dritë do të thotë të ofrosh ngushëllim atyre që ndihen të vetmuar. A e dini se një fjalë e thjeshtë, një buzëqeshje ose një veprim i vogël dashurie mund të ndryshojë jetën e dikujt? Mendo për historinë e një gruaje që u quajte humbur. Ajo ishte e braktisur nga të gjithë, duke u përballur me dhimbjen e vetmisë. Por, një ditë, një person i panjohur i ofroi një fjalë ngushëllimi. Ai person ishte drita në errësirën e saj. Si pasojë, ajo filloi të besonte se kishte vlerë, se nuk ishte vetëm. Ajo e gjeti forcën për të vazhduar dhe për të ndihmuar të tjerët që ndiheshin si ajo. Kjo është ajo që ne jemi thirrur të bëjmë. Të jemi drita për ata që ndihen të humbur. Por, si mund ta bëjmë këtë në jetën tonë të përditshme? Si mund të ndihmojmë në ndërtimin e një komuniteti që reflekton dashurinë e Zotit? Filloni me hapin e parë, shprehni dashuri. Dashuria është drita më e fortë që mund të ofrojmë. Ajo është ajo që do të ndihmojë të tjerët të shohin se Zoti është i pranishëm në jetët e tyre. Dhe kur ne shprehim dashuri, ne krijojmë një atmosferë ku të tjerët ndihen të sigurt për të hapur zemrat e tyre. Ne krijojmë një hapësirë ku ata mund të ndihen të pranuar, të vlerësuar dhe të dashur. Kjo është forca e komunitetit. Kjo është ajo që Zoti dëshiron për ne. Ai dëshiron që ne të jemi një shenjë e shpresës dhe dashurisë për botën rreth nesh. Por, ndonjëherë, ndihmojmë të tjerët të shohin dritën, por harrojmë të kujdesemi për veten tonë. Ne duhet të kujdesemi për shpirtin tonë, për të qenë në gjendje të ndihmojmë të tjerët. Kur ne ushqejmë marrëdhënien tonë me Zotin, ne bëhemi më të fortë dhe më të gatshëm për të ndihmuar të tjerët. Në 1 Pjetër 4:10 ne lexojmë: Çdo njeri le të përdorë dhuratën që ka marrë për t'i shërbyer njëri tjetrit. Kjo është një thirrje për të vepruar, për të ndihmuar dhe për të shërbyer. Le të jemi të vetëdijshëm për dhuratën që kemi marrë dhe ta përdorim atë për të ndihmuar të tjerët. Të jemi dritë do të thotë të jemi të gatshëm të shërbejmë, të jemi të hapur për të dëgjuar, për të ndihmuar dhe për të ofruar një dorë ndihme. Të jemi dritë do të thotë të jemi të pranishëm dhe të duam pa kushte. Ndërsa vazhdojmë këtë bisedë, le të mendojmë se si mund të bëhemi më të fortë si një komunitet. Si mund të ndihmojmë njëri tjetrin të rritemi dhe të zhvillohemi?
Si mund të jemi një burim shprese dhe ngushëllimi për ata që ndjen të humbur? Kjo është një udhëtim që kërkon angazhim dhe dashuri. Le të kalojmë tani në bisedën tonë të fundit, ku do të eksplorojmë se si të përjetojmë bekimin e Zotit dhe si të jemi një komunitet që reflekton këtë bekim. Qëndroni me ne, sepse udhëtimi ynë vazhdon. Kthe këtë moment në dashuri në veprim, dhuro tani përmes linkut në përshkrim dhe ndihmo këtë mesazh të arrijë dikë që është afër dorëzimit. Ndërsa vazhdojmë këtë udhëtim, le të mendojmë për bekimin e Zotit dhe si ai mund të reflektohet në jetën tonë dhe në komunitetin tonë. Si mund të jemi një pasqyrë e dashurisë dhe mëshirës së Tij? Si mund të shndërrohemi në një burim shprese për ata që ndjen të humbur në errësirën e botës? Zoti na fton të jemi dritë në një botë që shpesh duket e errët. Ai na thotë, ju jeni drita e botës, Mateu 5:14. Ky është një thirrje e madhe, por gjithashtu një përgjegjësi e madhe. Të jemi dritë do të thotë të jemi të gatshëm të shfaqim dashurinë e Zotit në çdo veprim, në çdo fjalë dhe në çdo marrëdhënie që kemi. Mund të ndiheni të lodhur, të frikësuar, ndoshta të dyshoni në aftësitë tuaja. Por dëshiroj të ju kujtoj se Zoti është me ju. Ai e di se çfarë keni kaluar. Ai e di se si ndiheni. Ai e di se sa herë keni menduar se nuk keni forcë. Por forca ime është e mjaftueshme për ty, sepse fuqia ime në dobësi është e përsosur 2 Korintasve 12:9. Kjo është një premtim i mrekullueshëm. Kur ne pranojmë këtë forcë, ne fillojmë të shohim se si Zoti punon përmes nesh. Ne fillojmë të kuptojmë se çdo sfidë është një mundësi për të reflektuar bekimin e Tij. Mund të jemi si Mojsi, i cili, edhe pse kishte frikë dhe dyshime, u përgjigj thirrjes së Zotit për të çliruar popullin e Tij, Eksodi 3. Ai ishte vetëm një njeri, por me fuqinë e Zotit, ai bëri gjëra të mëdha. Tani, le të përqafojmë këtë thirrje për të qenë dritë. Çfarë do të thotë kjo për ju personalisht? A ka ndonjë fushë në jetën tuaj ku mund të shkoni më thellë? A ka ndonjë mundësi për të angazhuar më shumë me ata rreth jush? Mund të ndiheni si një zë i vogël në një botë të madhe, por kujtoni se çdo zë ka rëndësi. Çdo veprim i vogël i dashurisë, çdo fjalë ngushëllimi, çdo akt shërbimi mund të bëjë një ndryshim të madh. Zoti e sheh çdo gjë që bëni dhe ai e di se si e keni ndihmuar të tjerët. Në këtë moment, le të lutemi për forcë dhe guxim. Le të lutemi që Zoti të na ndihmojë të jemi dritë dhe shpresë për ata që na rrethojnë. Le të lutemi që ai të na udhëheqë në çdo hap që bëjmë. Dhe ndërsa mbyllim këtë bisedë, kujtoni se jeni të dashur dhe të çmuar në sytë e Zotit. Ai ka një plan për ju, një plan për të sjellë shpresë dhe ndriçim në jetën tuaj dhe në jetën e atyre që ju rrethojnë. Le të dalim nga këtu me zemrat tona të hapura, të gatshëm për të pranuar bekimin e Zotit dhe për të qenë një bekim për të tjerët. Le të jemi dritë në errësirë, sepse bota ka nevojë për ne. Më lejoni të përfundoj me një bekim, Zoti të bekoftë dhe të ruaj. Zoti të bëj të shkëlqej fytyrën e Tij mbi ty dhe të jetë i mirë me ty. Zoti të ngrit fytyrën e Tij mbi ty dhe të jap paqe. Numrat 6, 24, 26. Dhe tani, si një komunitet, le të ndajmë këtë mesazh. Lini një koment, ndani këtë video me ata që e kanë nevojë dhe mos harroni të abonoheni për të qëndruar të lidhur me ne. Zoti ju bekoftë.